qyteti heshte nata zbret. Alo policia thret kur frika flet. Ajo del pa zhurm, pa jetë të qet, me uniform mbi shpin betim që spret. Në sy ka forcë, në zemër ka mal, mes ligjit dhe jetës e cëm përbal. Kur shtëpia flet, e drita shkon, alo policia ruan rendin ton. Me uniform në zemrës në trup, alo policia zëri që s'pushon sot. Grua në shpirt, polisë në rrug, një dritë që s'fiket në rësir të blok. Me uniform në zemrës në trup, alo policia zëri që s'pushon sot. Një forcë që jeton, me zemër në mbron, dhe në çdo errësirë ajo sfiton. Patrull kufi në çdo stacion, alo policia të bën shkon. Në çdo paragjykim, heshtje dhe vështrim, historia e saj flet pa dyshim. Nga Shqipëria në mision e larg, alo policia dignitetin larg. Si flamur në balk, jo për pushtet, merë duar trokitje të vërtet. Me uniform në zemrës në trup, alo policia zëri që s'pushon sot. Grua në shpirt, polisë në rrug, një dritë që s'fiket në errësirë të plot. Me uniform në zemrës në trup, alo policia zëri që s'pushon sot. Grua në shpirt, polisë në rrug, një dritë që s'fiket në errësirë të plot. Mirëmbrëma të nderuar teleshikues, jemi në emisionin e 10 Alo Policia, si çdo të premte këtu në Fax News. Sot tema është për punonësit e rënë detyrë, shpërblimi, mbështetja financiare, dinjiteti institucional, dhe në pjesën e dytë do të kemi trajtojmë call centrat dhe mashtrimet që kanë ndodhur nëpërmjet call centrave për në shtetësit e huaj. Kam nderin sot në panel të kem të ftuar Esma Malushi, me mbrëma, mirë se erdhët. Faleminderit. Familjare, bashkëshorte e dëshmorit të policisë së shtetit, Gani Malushi, është një libër i dedikuar bashkëshortit saj. Me mbrëma, zoti Karaj, avokati i njohur Romeo Kara, i cili është sot në këtë panel. Me mbrëma, i nderuar Thabedin, është kryetari i sindikatës së policisë dhe jam kote lash në fund, ish drejtuesi i lartë i policisë, Shemzi Premçi. Faleminderit, më mbrëma, mirë se erdhët në emision. Në këtë temë sigurisht që kushdo që ka punuar në policinë e shtetit e kupton që sa e rëndësishme është të respektosh uniformën e policisë, policinë e shtetit, por në radh parë të rënët, ata të cilët nuk janë sot dhe kanë dhënë gjakun e tyre për të mbrojtur rendin dhe sigurinë, për të mbrojtur qytetarët shqiptar. Sigurisht që po e nis me ju, e nderuar Esma Malushi, si u ndjet mbasumit bashkëshortit dhe çfarë ndodhi në familjen tuaj? Faleminderit që më krijot këtë hapësirë. Unë sot do të jem jo vetëm për vete, po për shumë bashkëvujtëse të mijat që kanë humbur familjar, njerëzit më të dashur, si më thamë qatin e shtëpisë. Më pyetët si ndjehesh kur familjari, kry familjarin. Nuk ka fjalë me thamë, shkatërrohet gjithçka,
përmyset gjithçka, bëhesh, si me thënë, një trum pa vizion. Humja ishte shumë e madhe, sidomos në kushtet e mia, pasi ishim vetëm ne të dy. Ganiu ishte një njeri që luftonte, ishte idealist në profesionin e vet, e dashuronte profesionin dhe nuk gjete hapësirë kërkun që të merrte më ndonjë punë tjetër. Humja vazhdon të ndjehet edhe sot. Unë jetoj me figurën e tij, me dashamirësinë që kishte për policinë, dhe kjo më man gjallë dhe jetoj më tepër, jo se duan jetën, por edhe për Ganiun. Esma, sot ju jeni për të gjitha ata dëshmorë të policisë shtetit, cilët kanë dhënë edhe në krye detyrës, për ato familje të tyre të cilët gjithmonë kujtohen në 13 janar festën e policisë dhe për ditën e dëshmorëve në 5 maj. Por nuk mjafton, besoj, vetëm kujtimi për ta, sepse janë familjarët e tyre që duhet të jenë të trajtuar me një status të veçantë, të trajtuar me ligj, në mbështetjen financiare, por jo vetëm, por ëndra atyre duhet vazhdojë tek fëmijët, të cilët duhet të jenë persona të cilët duhet i rikthehen dhe duhet të vazhdojnë në emër të familjarëve sakrificën dhe punën e tyre. Unë do të kthehem tek ju sepse ka shumë pyetje për të bërë, por duhet ta shpërndaja këtë temë duke u marrë në trajtim si për ata të cilët i dhanë policisë shtetit kontribute, sindikata e cila është një institucion në mbrojtje të drejtave të familjarëve, po dhe punës e policisë, dhe një avokat që do të trajtojë këto nga pikpamja juridike për çfarë duhet të jemi ndihmë dhe mbështetje dhe çfarë ne duhet ndryshojmë në ligjin aktual i cili mbështet financiarisht punojësit e policisë. Zoti Premçi, çfarë parashikon ligji për punojësit e policisë të rënë detyrë? Zoti Softa, së pari të falenderoj sinqerisht që jeni i vetmi që keni marrë mundimin për të bërë një emision të posaçëm në atë hapësirën tuaj televizive Alo Policia, për bërë një emision të posaçëm për policë të rënë kryedetyrës. Unë gjatë kohës që kam qenë drejtues policie, kam qenë protagonist edhe duke dëmtuar veten time dhe karrierën për ta trajtuar organizatën e policisë me dinjitet, qoftë në pikpamje të trajtimit me paga dhe me dieta e shërbime, ku kryetari i sindikatës së policisë Sadedini e din shumë mirë se çfarë unë kam debatuar me krerët e policisë të asaj kohe, për faktin se policët shkonin në strukturat lëvizje operacionale, shkoshin shërbim pa dieta, pa ushqime, pa i lënë diçka fëmijëve. Ndërkohë që këta punonjës policie shtetit i linin peng jetën, sepse niseshin për një mision pa e ditur që a do të kthehen apo s'do të kthehen. Parë në këtë kontekst, qeveria dje dhe qeveria sot kanë bërë një konglomerat ligjësh dhe kur policia e shtetit trajtohet me 2-3 ligje, dekrete dhe bëhet një çorat, por nuk ka një ligj të posaçëm për ta bërë me dinjitet familjen e policit të rënë në kryedetyrës. Dhe jo vetëm, Fation, se akoma më keq janë familjet e të gjymtuarve, e të plagosurve në kryedetyrës, e që janë në karroc, e që janë të pamundur. Pra, në këtë pikpamje, kur nuk u mblodh njëherë qeveria shqiptare që të vendosi një trajtim specifik, të posaçëm, të moralshëm
në kuptimin e fjalës që të mos i lënë bashkëshortet e policës vrarë, të mos i lënë fëmijët e policës vrarë në mëshirën e fatit. Shiko të gjithë leadershipet kur kthehen nga varrezat e dëshmorëve, atje ku dërgon organizata e policisë dhe familjet, të prehet njeriu i tyre më i dashur. Të gjithë flasin fjalë të mëdha. Unë mbaj mend që zyrtarët e lartë të shtetit çfarë nuk kanë folë. E ndërkohë killërat që kanë vrarë policët e shtetit janë trajtuar nga shteti shqiptar 100 herë më mirë se familjet e policëve të vrarë në Gryt e Dyrës. I va kanë hequr dënimet me vdekje, va kanë ullë dënimet dhe ka prej atyre që janë në liri. Në Shqipëri nuk është problemi që nuk miratohen ligje, se ju më pyetet për ligjin. Problemi është që me ligj trajtohen familjet e viktimave politikanëve, si që është viktimat e 21 janarit, apo si që janë viktimat tjera, tran me 97-ën. Por policët e shtetit, kurrën e kurrës, nuk janë trajtuar me dinjitet. Kujtohen vetëm për vit 3, edhe ju shpërndajnë ndoj pako që afrojnë ndihma bizneset, në mënyrë kategorike ndoshta kujtohen edhe në ditën e policëve, në ditën e festës së policisë, dhe mund të kujtohen ndodhe rëndom për bashkëshortet në 8 mars. Por unë nuk di që të ketë një ligj, jo 3 ligje, po një ligj që trajtohen. Ajo që ka është më e keqja, është se edhe fëmijët e policëve të ranë në krye detyrës. E di mirë se çfarë heqin edhe si trajtohen në konkurset dhe garat për të urritur në grad apo për të bërë karrierën. Favorizohen më shumë patronazhistët e antarësisë në parti, shtet, se sa djali dhe vajza e një polici të rënë krye detyrës. Fakti që presidenti i Republikës, komandanti i forcave të armatosura të një shteti, fakti nuk mbledh njëherë Këshillin e Sigurisë Kombëtare për të trajtuar ca probleme tepër dinjitoze. Fakti që kryeministri i Shqipërisë është i impenjuar për lloj-lloj problemi deri për mbrojtjen e hajdutëve, por jo për mbrojtur familjet e policëve të vrarë dhe të atyre të gjymtuar. Në këtë pikpamje, unë jam shumë i zgënjur, sepse ne vim nga një profesion që i kemi falur rinin shtetit me sakrificat të panumërta, me net të tëra pa gjumë, dhe të denigrohet polici edhe pastaj dhe familja, se familjet e policëve nuk kanë nevojë për lëmosh, kanë nevojë për një trajtim dinjitoz, edhe në pikpamje financiare, edhe në pikpamje të stërhimit, edhe në pikpamje të prioriteteve për shkollim, për të integruar në shoqëri. Unë nuk di ndonjë djalë polici të vrarë në krye detyrës të ketë bërë karrierë policie. As vajzë të ketë bërë karrierë. Kjo pra me tremb në kuptimin e keq të fjalës, sepse ne nuk shohim rekrutime politike në polici shtetit, por nuk shohim rekrutime të origjinës, të bazamentit, të shëndosh. Kjo është. Avokat, unë tha dhe themi gjithmonë që për familjet e punojësve të rënë detyrë, shpeshherë kemi parë atë pjesën e fasadës në media, mblidhen për vit të ri dhe mblidhen në festën e policisë, nuk e di a mblidhen të tërë, dhe kujtimet mbeten këtu, flas për publikun, që të mos kelimi në dorë të politikës. Pak rëndësi partitë shkojnë dhe vinë, partia A, partia B, një ditë të rotacione janë sisteme. Duhet modul, procedurë standarde për fituesit. Janë të mbrojtura ligjërisht të drejtat e punojësve të rënë detyrë. Është një çështje realisht shqetësuese, po mbi të gjitha digniteti jo vetëm të shtetit, po të gjithë vendit. Dhe ku më dhe si tem, dhe pse koha ishte e shkurtër, realisht kam lexuar më gjatë se gjitha temat për cilat nuk kam dalë në media deri tani.
Një nga këta policë u ka qenë 15 vjeçër sot policë. Dhe djali që ka punuar me mua, ja kanë vrarë në moshën 15 vjeç babën policë para syve të tij. Dhe ai para kohe ka rritur familjen e tij, 9 fëmijë të tjerë që ishin rrjesh pas tij. Quhet Ibrahim Krashi. Dhe e njoh këtë dukuri, domethënë, mbas edhe një lloj turpi që ne duhet ta pranojmë gjithë si shoqëri. Pasi ligji në dukje mbron disa drejta që nga strehimi, dhënia pagës e tjerë, për arsime të tjerë, por në fakt zhbohet me akte tjera administrative më poshtë apo i kundërvjen dhe krijon dhe paparazi me dekrete, siç po shohim gjendjen tani. E para, një asnjë dekret presidencial nuk mund të zëvendësoj ligjin. Ne kemi një organ tjetër që prodhon ligje, ai është parlamenti. Presidenti mund të ketë emrime, çemrime në një dekorim, por dekretet që të zëvendësojë presidenti ligjin dhe të dalin mbi ligjin dhe të krijojë diskriminime kushtetuese, pra në enet 17-18 të tjerë, deri në enet 50 ca, e mbrojnë këtë. Shteti nuk bën dëm shpërblim aty. Ja ka borxh. Është vrarë për llogaritë të shtetit dhe të gjithë popullit, të gjithë shoqërisë. Dhe përveç se duhet të ri i heshtur para këtyre familjarëve, duhet të garantojë, dhe unë mendoj tani që duke qenë që gjithmonë ne kemi problematika me aktet në ligjore, duhet bën jo mundësisht në ligj çdo gjë. Pra mënyrë automatike, nuk ka nevojë të sillet tjetër përdallë dhe të ketë barën e provës për provuar që nuk po e merr. Por mënyrë automatike në ligj tjetër dhe afatet. Ne kemi ligje tjera, të cilat janë, pothuaj nuk kanë nevojë as për VKM-ja. Janë të precizuara me kohë, me afate. Këtu duhet mënyrë automatike, maksimumi brenda 30 ditësh, le të bëjnë çfarë të duan të gjitha organet shtetërore, përfshirë dhe ISSH-n e tjerë, duhet t'i gjenden që në momentin e fatkeqësisë dhe brenda 30 ditësh t'i kemë mbuluar të punë. Dhe çdo ligj tjetër që bëhet më pas, të ketë një fuqi prapa vepruese. Pra, nëse ESMA-ja ka një shumë caktuar, e cila nuk indeksohet, apo ka qenë më e vogël në atë kohë, kur bëhet ligj i ri dhe favorizon të moment, për shembull 2024 që është bërë ligj për të fundit, duhet t'i përfshi dhe t'i bënë në një kategori, në një trajtim, të gjithë ata më përparshëm. Dhe unë këtë e shoh si shumë të rëndësishme. Ne, përveç se unë kam një propozim tjetër, përveç se të vihet kështu sistemi në ligj, a ka mundësi të parashikojmë një klauzol kushtetuese që t'jetë dhe atje? Se jemi marrë, dakord, duhet ndarë pushtetet, jemi marrë me hallin e pezullimit apo jo të deputetëve, të imunitetit tyre, po për jetën e familjarëve, aq më tepër që ne na preket vetëm krenaria kombëtare, po dhe siguria kombëtare. Pra, a ka mundësi edhe në kushtetut, ne të kemi parashikim, kam shumë seriozisht, kemi parashikim të qartë ligjor, kur bëhet fjalë të kerendi, të ketë atje një nen, atje në kushtetut, prandaj kemi njerëz atje ta amendojnë kushtetutën edhe në këto raste, jo vetëm për pazaret politike dhe për zgjedhjet, ku të jepet e qartë, pra mos ta lëm bile t'i asigurojmë ligjit një mbështetje kaq fort edhe në kushtetut, sa të veprojë në mënyrë automatike gjithë sistemi dhe jo të ne të lëm njerëzit ata që kanë dhënë jetën, që janë erojnë, edhe është detyrim se ka dhënë jetën për shtetin, ka dhënë jetën për endin publik, për shoqërinë. Ata janë të erojtë. Atë njeri që jep jetën për shoqërinë, automatikisht është hero. Është detyrim familjet e tij me strehim, me arsim, me punësim dhe me gjitha dhe dignitet. Nëse organet shtetërore i avonojnë, këta ka të drejtën ligjore, pra po i them gjitha tani që të ripërsërisim të ngjenin mendjen njerëzve, ka të drejtën ligjore dhe për dëmshpërblim, se ajo që marrin këta është paga për të jetuar, ta ne quajmë pension, po ai nuk është dëmshpërblim. Kujt do t'i drejtohen gjykatës? Sigurisht gjykatës, po unë mendoj që në të rast përveç sindikatës, ne do të kemi minimumi avokatin e popullit. Dhe jam me 10 raste kontrollova jurisprudencën dhe vendimet e
gjykatës europiane, kemi raste pa fund. Me Turqinë kishim disa raste, me tjerën, që janë rastet atje, pra edhe respondenca europiane ne na ndihmon dhe kjo të bëhet maksimumi brenda 30 ditëve nga fatkeqësia, xhirritit e zgjedhur. Se ne mirë se po qajmë ato dashurin e shtëpisë, shtyllën e shtëpisë. Unë s'man e kam në një rrjet social. E shoh kur i nxjerr ato postimet, mundohemi të themi fjalë atje, po mirë se kanë të hallin një njeriu shtëpisë që ka ikur, po kanë dhe hallin e problematikave të tjera. Këtu jo vetëm burri i shtëpisë, po dhe një antar tjetër i familjes tiki, që është me rrogë, krijon do ta pyesim. Të mëdha. Dhe unë jam i bindur, kaq shumë i hyra gjatë këtyre ditëve, jam i bindur që me këto janë paka shumë në vjetë të trasha problematikët, edhe kështu duhet zgjedhur. Se Esmaja tha paraprakisht këtu, kur ishim para se filloi misioni, që kam kaq vite që merrem me këtë punë, por jo, loja me gjakun e tyre, e ISH-s dhe çdo lloj institucioni do të marrë fund. Pra, duhet ngritur zëri fort. Gjaku i tyre ka qenë për të ruajtur jo një Shqipëri pa drejt. Do të kthehem për pak. Pra ja kemi borxh ne, gjithë si popull e si vend, edhe brezat e vinë ja kanë borxh atyre dhe kjo nuk zgjatet më. Këta nuk kërkojnë në moshë. Këta kërkojnë atë që i takon me dinjitet. Se ne s'mund të zëvendësojmë atë që humbi, por t'i krijojmë, t'i shohim ta njerëz të shpërfituar. Unë kam parë atë djalin i shkëlqyer, po them Ibrahim Krashin, duke punuar 3 punë, jo një punë. Se ata jetim që i la babai kur vdik, detyrohet i rrisi ky para kohe, u bë bab para kohe me vëllezërit dhe me motrat e tij. Fishta, edhe pak kalojmë në një publicitet, por për ta nisur me ju, pastaj do të kthehemi ke Esma. Vetëm çështja e gjykatës apo sindikatës? Sepse e para organizata e policisë është organizata më e madhe, po edhe sindikata e policisë është e vetme e njohur me ligj që funksionon në mbrojtje të punësve të policisë, po edhe të rëndëve, familjarëve të tyre. Patjetër, unë do të ndalem në çanti për të rastin për të temë për cilën po flasim. Janë krijuar 2 shoqata për familjarëve të policisë veteran gjatë periudhës paktën të 15 vjetë e fundit që unë kam pas edhe kontakte, por kanë qenë 2 shoqata që pa dinjitet, sepse nuk kanë qenë shtetura informale, me vendim gjykate, person juridik kanë qenë, por nuk kam shtet, këto shoqata si kam shtet, as institucioni i drejtorisë përgjithshme, ministria apo kështu. E kanë ngritë deri diku zërin, bashkëpunim me ne ka pas edhe ne disa çështje i kena bërë përbashkëta. Por do të them kalojmë një spot publicitar dhe rikthehemi përsëri me ju. Faleminderit. U kthyem pjesën e dytë e emisionit Alo Policia, që jepet çdo të premte në Fax News. Edhe gjatë kohës së spotit publicitar kemi pasur goxha diskutime dhe debate lidhur me këtë temë dhe me interesin për këtë temë. Fjala për ju, zoti Fisa. Patjetër. E përmendi edhe zoti Prançi që aktet ligjore që po ta marrim që nga 92 deri tani për rastet e policëve të rënë detyrë ka me 10 me qindra që kanë dalë dhe që nuk kanë bërë një përmirësim të dukshëm, por kanë përsërit njëra tjetër. Dhe sot jemi me para një fakti që ligji që është fuqi i policisë ka një nën për cilën ka rëndit 5-6 pika se çfarë përfitojnë familjarët e policëve të rënë detyrë. Aty përmendet rasti për shkollimin e fëmijëve, që shkollimin e kanë falas dhe nuk konkurrojnë. Përmendet trajtimi me përparësi për punësim të familjarëve. Përmendet ajo Vanessa Falas, bile ka qenë në ligjin e mëparshëm, u vut edhe në këtë ligj, por çanu. Edhe kjo Vanessa Falas, ne jemi në fakt nga informacionet që kemi ne si sindikatë dhe nga kërkesat që kemi pas kontaktet me drejtuesit e ministrisë, deri tash nuk dim që t'i jetë dhënë një nga këto familjarëve t'i jetë dhënë shtëpi falas. Pse? Sepse ligji e parashikon, por nuk ka akte në ligjore se kush e merr përgjegjësinë për t'ia dhënë këtë shtëpi falas
familjarëve të punonjësve të policisë. Dhe ky fond, kush do të administrojë fondin për t'ia dhënë këtë? Dihet që ka një ligj për të pastret që e kanë bashkitë, janë trajtuar disa nëpërmjet bashkive, por jo falas, po janë trajtuar si pastret. Por faktikisht ligji i jep të drejtën e një përfitimi në shtëpi falas. Ne kemi kërku edhe vazhdojnë me me letrën që i kemi çuar dhe ministrit që i kanë tavullin, jo i pari, po faktin të 3 ministra që janë ru rallëzi, e ka në tavolin kërkesën e sindikatës, i kemi thënë që ku janë aktet në ligjore dhe si do të trajtojmë këtë se kemi disa familjarë që i kemi pa strehim. Ose ka raste kur një familjar e ka strehimit, po e ka në kushte mjaftësia. Pra ka nevojë për një fond, për një kredi, për ta kredi ndoshta jo, por me duhet ndërhyjë shteti me fondet e veta për t'ja bërë në kushte banesë. Këto nuk janë dhe nuk bëhen. Problematikën tuaj, jo që ju duhet shkoni t'i bini deri shtetit, po vetë avokati i shtetit, përveç avokati i popullit, se shteti ka dhe avokat, duhet jetë ai të përfaqësojë dhe bara e provës në këto raste duhet i bëj shtetit. Prandaj thash, po të bëhet ligji, dhe ato pjesët që do i vinin BKM-ja, në udhëzime të tjerë, të vijnë aty në ligj. Le të vini, mundësisht edhe në kushtetut. S'ka vetëm pika janë ligj. Ajo të ketë një zbatim automatikisht. Për të dali e zbatohet në mënyrë automatike dhe këto pika është shumë të rëndësishme se nuk zgjidhet vetëm me pjesë e pagës, si do marrë 10 paga atë moment e ca paga më mbrapa. Edhe me indeksimin e saj. Po jeta familjarëve, pra është cërnuar dhe për zdeti jeta e gjithë familjes dhe cilësia e jetës përveç anës shpirtërore. Për këtë arsye duhet jetë aleat gjithë struktura shtetërore edhe shoqëria bashkë. Pra, edhe avokati i shtetit dhe i popullit të jenë bashkë kur ta bëjnë një padire për gjykata. Kalojnë tek Esma, meqenëse është personi përfaqësues, po themi, atyre familjeve dhe familjarëve, të cilët nuk i kanë bashkëshortët, nuk i kanë familjarët e tyre, nga pikpamje financiare, diçka biseduam edhe gjatë kohës publicitetit, që është një trajtim i njëjtë për gjithë personat? Jo. Ky është edhe mangësia që shteti ose institucionet që janë marrë me këtë problem nuk funksionojnë ose nuk ndërthurin problemet që dalin në trajtimin e familjeve. Sot, të gjitha familjet që mund të jenë 220 a 250 që trajtohen me pension suplementar familjar, trajtohen me 3 ligje. Me dekretin, që në thojza është fuqizu i 94-ës, që përfiton pagen bruto 100%, dhe me rritjen e vazhdueshme me përqindje si mas vendimeve të Këshillit Ministrave. Me ligjin 7703 të 93-shit, që përcakton mënyrën e përfitimit të pensionit, por që është korrigju ose ka bërë ndryshime me ligjin 1042 të vitit 2009 dhe neni 21 i ligjit 1049 është neni më diskriminues i familjeve. Pra, të gjithë familjet që trajtohen me dekret, marrin 30% më shumë se familje që trajtohen me 1042. Është bë problem, unë për vete kam shumë vite që i kam vënë ndjeni dhe është një heshtje, një indiferentizëm total. Dhe sigurimet shoqërore, që është paturpsi, themun, thot, zbatimi ligjit 1042 e ndan këtë grup familjesh në 2, më falë, gjaku i jot është më i shtrejt se gjaku i familjes, ose familja ime është më me vlerë se familja jote, pra këtu është fut edhe një pakënaqësi në mjet familjeve. Sepse pse ti trajtohesh ndrysh, unë trajtohem ndrysh, është premtu, e kam bërë problem, që po bëjmë projekt vendimin për ndryshimin, duke më falenderu, dhe që në 2019 asë një ndryshim. Qelësi të gjitha këtyne problemeve është sigurime shoqërore, indiferentizmi i Ministrisë Brendshme edhe i drejtorisë, sepse kur hasësh me një problem,
sa do i vogël tjetë atakimi, duhen ato institucionet të shtrojnë problemin. Sepse zbatimi këtij ligjit e ka sjellë këtë. Por ama ti duhet ta zgjidhësh se ligjet krijohen për të më rregulluar mirëqenien. Jeta jonë e familjarëve është me faza. Fati keq im ka qenë se s'kemi pas fëmijë. Dikush ka pas 2, dikush ka pas 3. Në përdibëreshu kanë pas edhe fëmijë ma tepër, por deri në moshën 24-5 vjeçe janë të stërmundimshme financimet për këtë familje, për të ecën rrugën, se dhimbjen nuk ja hekush. Po kur e ke jetën e sigurume, ta lehtëson. Dhe unë jam pro trajtimit sa t'jenë fëmijët pa futur në punë, të kenë një trajtim ekstra. Por ama, mos të harrojnë shteti, se unë me tamam kam kënë 20 vjeqe ose më tepër, po sot jam mosh pleqnijet, pra unë sot kam nevoj. Si nuk u qu ky shtet, ose kjo organizat me thanë, a ka nevoj këto gratë e këtyne ushtarakve që ka ranë detyrë për një trajtim shëndetësor? Dum vitet kalojnë, kemi nevoj. Është indiferentizëm total. Nderuar zoj, një pyetje të drejtë për drejtë. Domthon nuk besoj që ka njeri që ka punuar edhe një vit në organizatën e policisë që të mos ndjejë dhimbje për ju dhe 250 familjet e dëshmorëve në policinë e shtetit e mbi 300 të gjymtuar. Sa e merrni pagën nga shteti sot? Të them të drejtën, Ganiu ka pas grad mallore dhe rroga pensioni suplementar është goxha i mirë. Unë nuk flas vetëm për vete këtu, flas për ato që marrin më pak. Pikërisht. Sepse dhe më fal, do të shtoj diçka. Unë luftën e time nuk e kam te leku, e kam te digniteti. Këtë po diskutojmë. Në rast se duam një herë mirë, për të ndarë nga rëmuja e ligjeve të shumta, po që nuk prodhojnë asgjë, në rast se duam realisht të kemi familje të dëshmorëve të policisë dinjitoze me trajtim dinjitos, shteti e ka shumë të thjeshtë. Pensioni suplementar i policit apo oficerit vrarë në krye detyrës është i barabartë me rrogën e drejtuesit parë. Qa e gjenë shtetin me rrogën e drejtuesit parë? Ose drejtuesit madhor të policisë shtetit? A trajtohen kur dalin pension generalet me mbi 1.5 milion euro? Kështu 1.5 milion lek. Po ai që ka rënë familja e tij që i ka dhuruar gjakun, pse duhet barazuar me rrogën madhore? Sepse ne në jetë do kemi me dhjetra, me qindra, me mira general, edhe drejtues madhor, edhe drejtues të parë që dalin në pension. Nuk duhet i paragjikoj, sepse edhe ato nesër do kenë nevoja, pleqërie etj etj. Por familjet e policit vrarë nuk duhet ta marrin pensionin sa roli bazë i policit. Duhet ta marrin sa rroga më e lartë në policitë shtetit. Unë jam shumë dakord me mendimin tuaj, sepse duke e fiksuar. Jeta evolon, por unë sot jam me atë që trajtimi që bëhet sot jetë i barabartë, jo diskriminues. Dhe ligji neni 21. Ky është barazimi pra. Të gjithë ta marrin rrogën aq sa e merr drejtuesi i parë, po them, ose po themi drejtuesi. Shteti e ka ndorë me një shprehje. Ta fiksoj pensionin suplementar të familjes së dëshmorit, baras me rrogën e një gradë të caktuar. Drejtuesi parë, drejtues madhor. Unë po flas me kushtet e sotme që ka diferencim 30% më pak, sepse ata janë politika që unë nuk futen dot. Ndaj dhe unë thash që Jo, dakord. Duke patur sa të din Fishten këtu, kryetarin e sindikatës police, normalisht unë jap garancinë time për të bashkëpunuar maksimalisht në hartimin e një draft ligji ndryshues, ku përveç se polici prej 34 vitesh nuk merr sigurimin e jetës, vetë polici,
sot organizata e policisë shkon përpara plumbit sepse ne kemi bërë një jetë të një politike bipolare ekstreme, e majta dhe e djatha i kanë bërofur policisë me hekura, me dru, me çfarë kanë mundur. Për te ati çka i ka bërë bota e krimit, po ne kemi dhe politikën që sa herë është në opozit i turrët policisë. Dhe për të patur një polici dinjitoze, edhe nesër se nga kjo buron, edhe dinjiteti i familjes së policët të vrarë kryetëtyrës, nga dinjiteti i policit, për të patur një polici dinjitoze dhe një polic dinjitos, duhet kemi një status, duhet kemi që sigurimin e jetës policit. E nëse të kemi sigurimin e jetës policit, atëherë burojnë të tjerat dhe rregullohen. Nëse ne do kemi një ligj ku të fiksohet taksative që nesër rroga ose pensioni suplementar i familjes së policit vrarë tjetë e barabartë me rrogën e gradës drejtuesi parë, ose ai që është i gjimtuar e tjerë do ketë rrogën po edhe ai kaq, sepse me të vërtet humbi jetën një punonjës policie. Edhe këtë pagë e paguhet për dinjitetin e për trajtimin dinjitos familjes. Po një polici gjimtuar ka 100 herë më shumë probleme. Ka 100 herë më shumë nevoja, se ka karrocën, e ka vizitat, e ka të shkuar në spital. A i ka trajtuar që ti ketë shërbimet shëndetësore falas? Se ne nuk kemi shëndetësi falas. E kur s'kemi shëndetësi fala për popullatën, ne s'kemi dhe për policët e gjimtuar në kryetëtyrës. Pra, ligji duhet hartuar dhe përafruar me standardet e vendeve të Bashkimit Evropian për trajtuar familjet e policëve me dinjitet. Avokat, do të kthehem, do ta bëj të njëjtën pyetje. Avokat, Parlamenti shqiptar lidhur me deputetët, ato vendimet që marrin, lidhur me shpërblimin e deputetëve të cilët kanë kryer disa mandate, pavarësisht se i takojnë partisë A apo partisë B, pavarësisht nga ngjyra, ata i kanë sistemuar kompensimet e tyre financiare. Pra, kanë sistemuar edhe kur vjen puna për të votuar për privilegjet e tyre, ka një unitet absolut. Dhe a ka nevojë për të pasur një ligj të tillë që t'i përmbledh dhe t'i heq këto diskriminime dhe këta diferenca që ka midis personave të rënë në detyrë. Sepse është e thjesht për të vajtur quaj lule për 5 maj, është e thjesht të kujtojmë vitin e ri për të dhënë ato dhuratat për fëmijët e tyre, po shumë e rëndë për ata kur kthehen nga këto festa dhe kthehen familjen e si ndjen ato. Më falë, një minutë. Sot ka ardhur koha që familjet e policëve të vrarë nuk kanë nevojë për vaj sheqerurisë. Ne po flasim për dinjitet, ne po flasim për mbështetje financiare. Pa pra, edhe kur mlidhen në rastin e festës policisë, a vitit të ri, njërën tjerë, nuk kanë ma nevojë. Po sepse nuk janë njerëz në nevojë. Unë them janë është për shkak të detyrës i ka munguar. Është diskriminim. Shumë politikanë tani mund ta shohin si bardhë punë. Ne çalojmë në shumë plane, por mendoj që duhet ndalojmë një lidhje me këtë plagë. Pasi kemi vonesa shumë vjeçare, trajtimet pa barabarta që janë jo njerëzore, po mbi gjitha dhe jo kushtetuese. Nëse kemi se ligjor, kanë lënë mundësi interpretimi arbitrar nga ana juridike dhe e kanë lënë pa të drejtë instrumenti juridik desa njerëzit shkojnë vonesa pambarimisht dhe nuk e gjejnë drejtën. Pra, unë çfarë mendoj domethënë ndryshime të shpejta ose të jenë aty në ligj mundësisht edhe në kushtetut. Pra, këtë ndryshim ligjor, jo të shohim BKM-n. Se kanë vajtë deri tani 3 herë apo 3 ministra rresht që nuk e vënë ujin zjarr. Një ministër është askushi për të bërë indiferentin, ka shi një problemi tjetër, domethënë. Tu është më lart se një ministër. Turpi atyre që janë sjellë të mënyrë. Ndryshim ligjor jo thjesht BKM, po me afatet përcaktuara në ligj. Pra, u po shpjegoj si teknikë juridike. Afatet përcaktuara në ligj. Ne kemi ligje për investim, shumë për prokurimin, ne kemi afate përcaktuar, pavarësisht që ka një BKM. Po ke shumë olësira që kanë ligj, s'ke nevojë edhe për BKM. BKM-ja është për lloj ndryshëm prokurimesh, po bazën e ke atje në ligj, dhe se le ligjit luash.
të jetë një mekanizëm automatik në lidhje me pensionin që moment dhe jo të shkoj vonesa më tepër se 30 ditë. Pra problematikat e varrimit janë që në fillim, që moment e parë, dhe të jetë një mekanizëm automatik që ligji e vën në funksion të gjithë mekanizmin në mënyrë të menjëhershme, nuk lejon vendimmarrje tjetër. Konstatohet rasti, është një zyrë caktuar atje për të punë që merr për këtë punë. Dhe nuk i lihet në dorë të gjykojë ISSH-ja, por reagon direkt pra organizata policisë të mbajë qendrin tjetër, të gjejë gjurmëve edhe të kërkojë dhe respektin tek vetja, se janë nderjes e organizate, po janë edhe amanetes e organizate ata që kanë rënë. Unifikimi të gjitha familje pa dallim me akte tjera. Pra ti diskriminosh dhe në atë botë, kjo është e pafaqshme. Edhe ata atje vuajnë në atë botë, jo më familjarët e tyre që janë gjallë. Do këmë them, ose ligji tjetë me ndikim retroaktiv, kur bëjt një ligj i ri që përmison të përfshirë ata që janë trajtuar me ligjin e vjetër. Pra të barazohen gjithmonë, përveç rimbursimit, po mund të ketë edhe ndryshim pagash. Aty që thotë Shemsiu, nëse dikur burri i zonës ka pasi pagë caktuar, tani ndryshojnë pagat. A do ta bëjmë gjithë me pagë të nderuar, a do të ishte gjë më e mirë. A do ta bëjmë atë. Por paktën ti do t'i trajtosh të gjithë njësoj, edhe ke trajtimi pagave, jo dikush 30% më shumë e dikush më pak. Unë them që do të ketë të gjej ligji dhe legjislatori një mjet ankimor të posaçëm këto raste. Se mirë se ka ikur babai ose nëna, shtylla shtëpisë. Po kush do të merret me gjyqjet? Po kush do t'i bëj këto? Po? To janë të jetë realizueshme. Sindikata i ka këtë mundësi? Pa ta marrë. Që ta bëjë këtë propozim? Nuk e marrë. Dhe gjithmonë ketë një procedurë përshpejtuar, po bara e provës, kjo është e rëndësishme. Në çdo gjykim, në lidhje me këto raste, duhet i ngjelet shtetit, jo familjarët. Pra familjarët nuk duhet të jenë më në pikën e lypsarëve në gjykata, aq tepër që kushtojnë to gjitha, bara e provës duhet të jetë shteti. Dhe nëse dikush hyn në hak tyre, shteti ka minimumi 2 organizime, plus i ka dhe organizata policisë e tjerë, duhet të vënë në funksionim të gjitha gjykatat, qoftë administrative, qoftë civile, qoftë penale, për dëshpërblim për të gjitha vonesat, por dëshpërblimi do të jetë pasaj i thellë, moral, material e tjerë. Po numri i heronjve, po e quajmë dëshmorëve është 251, mos gaboj. Numri i personave të vrarë në polici shkon diku ke 400 e sa, të cilët janë kërkim të statusit, mos gaboj. Lidhëm me marrjen apo jo të statusit? Ka 2 status, ka punojës policie të rënë në detyrë dhe të rënë për shkak detyrës. Edhe këtu bëhet diferencën. Pra, edhe këto për shkak detyrës, këto ju vënon statusi i punojësit policisë të rënë për shkak detyrës, sepse ka një procedurë gjatë ligjore që derisa të mbarojë gjyqi i personave ose i atyre që kanë kryer krim ndaj punojësit policisë. Ajo do të kalojë 30 ditë. Ata po propozojnë, e ka dhe bota jashtë. Dhe vanon, një periudhë shkon shumë e gjatë, ka shkuar edhe me vite, dhe se ankimohet pala tjetër dhe gjykatë lartë. Në qoftë se arrin të marrësh vërtetimin nga prokuroria, se bazë nenit qashe për krimet e rënë e kështu, e fiton automatikisht. Se vetëm ai vërtetim të hap rrugën e... Pa tjetër, e vërtetim qohet edhe gjykatë edhe me te fillot gjithë procedura, po vendimin e duhet... edhe për plotësimin e dokumentave për sigurime shoqërore. Pse, se ne na ka rëndorë, se kena marrë disa herë me docjet e propozimeve për t'i shpallë dëshmorëve. Një kategori punojësit të cilët për shkak sepse s'ka pas dhe ka qenë në kërkim personat apo nuk janë identifikuar edhe personi që ka kryer vrasjen ndaj punojësit policisë, ka ndodhur procedura që nuk ka fituar statusin e dëshmorit. Kjo është pjesë tjetër, është shkputur në këto procedurat veçanta. Identifikimin e ka prokuroria, ka gjykata, edhe institucioni, po ta marrim në aspektin e përgjithshëm, nuk ose ka ushtron gjatë gjithë kohës një, domethënë, trusni që edhe nga strukturat e tjera ligjvakuse që këto në mënyrë përshpejtuar. Ato që ka pjesën e vetë policia e dërgon në prokurori, për aq sa ka, pastaj pjesa tjetër ngelet gjatë rrugës. Por nuk është vetëm kjo. Pastaj ka fakti që ka kriju një komision.
të shpalljes dëshmorëve e shkriju pranë Ministrisë Mbrojtjes. Ka një burokraci pafund që duhet t'i mblidhen gjitha kërkesat që bëhen dhe propozimet që bëhen nga drejtoritë vendore edhe nga bashkitë, bashkë i plotësohet dosja. Me këtë ligj duhet të jenë edhe zyrtikësit. Absolutisht. Edhe ata pikë për detyrë. Tashti, kur po flas për këtë, unë nuk kjo që i them unë, nuk ka një procedurë standarde dhe nuk ka strukturë të veçantë që të merret posaçërisht me këtë punë, as policia shtetit, as drejtoritë vendore, as drejtoria qendrore. Dhe këto mungojnë nga ana institucionale. Po pra ka instrumente zbatuese. Nëse do më lejoni, unë kam një propozim. Prandaj Ju jeni kryetari i sindikatave dhe fakti që ushtroni aktivitetin brenda organizatës policisë në kuptimin e trajtimit administrativ, unë kam mendim që qeveria shqiptare harton politika. Çdo ministri ka politikat e veta. Duhet fut në programin politik të Ministrisë Brendshme dhe duhet ta iniciojë sindikata, Drejtoria e Përgjithshme e Policisë dhe sindikata për ta futur tek politikat e Ministrisë Brendshme. Qoftë edhe komisionin që të hiqet komisioni, të mos funksionojë pranë Ministrisë Mbrojtjes, po të vi tek Ministria e Brendshme. Shikoj nderuar, unë nuk kam asgjë me Ministrinë e Mbrojtjes. I respektoj të gjithë ushtarakët e Ministrisë Mbrojtjes, por në kopaqe dëshmor ka policia më shumë. Sepse policia ndeshet me botën e krimit. Shiko, janë sa gishtat e dorës dëshmorët e strukturave forcave të armatosura dhe ata kanë rënë kryesisht si paqërujtës në përbot, jo në Shqipëri. Sepse ushtria shqiptare, përtej sakrificave të shërbimeve të tjerë, ka luftuar me armik imagjinar. Kurse policia e shtetit e ka pas armikun përballë dhe mbrapa shpine. Përballë dhe mbrapa shpine. Pse e them përballë dhe mbrapa shpine? Se ju e dini shumë mirë se disa nga kolegët, oficerët dhe policë janë vrarë se kanë patur edhe bashkëpunëtorët brenda radhave të policisë. Nga rekrutimet pa kritere e nga poshtërsitë e shtetit. Ku kemi bërë pjesë edhe unë edhe ju, sa i kemi pas fuqit për ta parandaluar është tjetër problem. Kjo është një mesazh që duhet përcjellur për njerëzit që hartojnë politika. Ministria e Brendshme, Ministri i Brendshëm, Drejtori i Përgjithshëm i Policisë duhet ulën një ditë të vetme, të ngrenë një komision posaçëm për të hartuar një ligj dinjitoz për trajtimin e policëve të vrarë në krye detyrës dhe familjarëve të tyre, familjeve të tyre. Të mos i lënë me 10 ligje, me amendime, me shtesa, me ndryshime, apo me dekrete presidenti për të krijuar një përçarje dhe një të parë vëngër, familje, pse njëra merr 30% më shumë, tjetra merr 30% më pak. Pse duhet distancuar që ai që e vran në detyrë dhe ai që e vran për shkak të detyrës. Njeriu që humb jetën duke shkuar në shërbim apo në shërbim, ai duhet trajtuar. Ne na ura policin në sallë gjyqit. Vendi ku duhet jetë solemniteti më i lartë dhe siguria më e lartë, sepse është edhe ai nuk u vran në zyrë, u vran në sallë gjyqit. E kupton? Pra këto gjëra duhet të jenë tepër serioze. Dhe unë nuk kam parë ndonjë procedurë edhe për gjykatësin. Se kam parë ndonjë procedurë. Si ka mundësi të vritet gjykatësi në sallë gjyqit edhe mos të morë një status të veçantë, edhe familja mos trajtohet veçantë. Domethënë heshtim, të gjithë qajmë, përlotemi ditën e parë dhe harrojmë pastaj se pas atij viktime ka ca njerëz që duhet hanë bukë, ka ca njerëz që duhet jetojnë me dinjitet, ka ca njerëz që nuk duhet t'i lëmë në përdyrët e institucioneve burokratike të shtetit shqiptar. Prandaj, sa të din, me sinqeritetin me të madh, duhet një propozim serioz edhe në adresë të Drejtorit Përgjithshëm Policisë, edhe në adresë të kabinetit të ministrit, për të patur një nisëm për ngritjen e një komisioni për hartimin e një ligji të ri. Trajtohemi ne me ligjin e vitit 1994. Kjo është turpi më i madh. Dekreti, ne po ata janë çfuqizuar. Shiko, ne po ndryshojmë ligje çdo ditë, madje kur i intereson politikës ndryshojmë ligje për trajtuar njerëz që vdesin kur dalin nëpër protesta.
atë që i ka shërbir shtetit dhe e ka gjujtur dhe politika me gur edhe me qadër e me shkop flamuri, atë nuk e trajtojmë. Në këtë kontekst, sinqerisht, unë jam gati, shpreh dëshirën time, për të dhënë kontributin maksimal për hartimin e një ligjit caktuar. Aq sa unë... Nuk është nëse nuk i kemi, ne kemi shumë kemi punu shumë. Jo, duhet quar tek ata kompetentet. Ne kemi bërë një paket, ja kemi që kur ndërtu ligji i që hyrin fuqi, por fatkeqësisht të ne dihet si veprohet për kur hartohen ligjet. Komisionet e marrin, e hedhin në faqen. Ministria e Brendshme është autoriteti që propozon ligjen parlament. Pik. Edhe vetë një orë kam folë në Komisionin e Sigurisë, kam trajtu edhe problemin e atyre neneve që bëjnë fjalë për trajtimin e familjarëve të punojnësve të policisë. I kam zgjeru maksimalisht në atë kapitullin që bëhet fjalë për përfitimet që i takojnë familjarëve të rënë detyrë dhe ata për shkak detyrës. Dhe fatkeqësisht kur ka shkuar në parlament, e gjithë ata që ne kemi thënë, qoftë edhe në Komision të Sigurisë, që ishte e fundit që ne do ta relatoshim si sindikat, atje u çu kartoni dhe ngeli varianti tjetër që kishin përgatitur. Ka nevojë për dhe kjo beti po një trajtim ndryshe në themel. Pra rënia në detyrë trajtohet si përgjegjësi e drejtë e shtetit. Kjo nuk duhet të jetë ligji i policisë, kjo duhet të jetë një status i veçantë me ligj veçantë. Po ta dhash i tërë tani, rënia në detyrë. Më falë, unë kam i mendim, korrigjoni këto që janë aktualisht, edhe dakord. Po nuk vajtet me një ligj të ri. Jo, dakord. Që dhe trajtohet si risk shtetëror dhe jo individual. Një, mbrojtja e familjes të rënë me detyrë është detyrim kushtetues ose në një kodi fort, pra ligjeve që janë në rendin e parë të ligje superiore. Dhe mos lihet në asnjë lloj diskrecioni administrativ, se jo këtu vuani. Jo po ministri, jo po qeveria, jo po dekreti. Asnjë lloj diskrecioni administrativ, tjetë urdhëruese edhe me mos kaloj javët. Pra muaj mos ta kapi, pra me ditë me javë, po jo me muaj. Nëse teknikat legjislative të hartimit ligjit pastaj s'futën dot to. Kam 2 muaj që kam bërë letrën ministres së re. Është burokracia mrena për mrena, edhe ja futi ja e familjeve të këtyre duhet të jetë përmarrë. Pra, është në dignitetin edhe të vetë shtetit, që të mos trajtojë në mënyrë antikushtetues dhe diskriminues këtë kategori. Jemi në limitet e emisionit, në fund të emisionit, por sigurisht që pa e mbyllur atë nuk mund të mos përmendim edhe të drejtat që kanë punojësit e policisë janë sot. Shpeshherë kontaktet tona për shkak detyrës jashtë kamrave, në ambiente konfidenciale, aty ku takohen për ditë, po ti pyesi si shkojnë problemet që keni sigurisht që Pëshëretin sepse ka mboll probleme. Këtu nuk mund të themi që nuk është bërë punë nga qeveria në mbështetjen në teknologji, në mbështetje të tjera në rritjen e pagave, por ndoshta janë të pamjaftueshme në raport me dinjitetin dhe ato çfarë ato kanë risk. Se është një profesion dhe është një detyrë e vështirë, nuk është aq e thjeshtë. Dhe kjo bën që një pjesë e punësve të policisë abuzojnë me detyrën, tradhtojnë organizatën dhe shpeshherë, jo pak raste, shkojnë dhe bashkëpunojnë me krimin, sepse gjejnë një mënyrë tjetër apo një formë tjetër që e turprojnë organizatën dhe si e tillë ishte edhe rasti që ne nuk kam patë mundësinë ta trajtojmë. Rasti i Durrësit, kur nga burgu personi arratiset, rasti në burgun e Elbasanit, kur trajtohet dhe përdoret një punojës policie për shitjen edhe futjen e lëndëve narkotike, apo rastet e personave të policisë të cilët janë bërë pjesë dhe njësh me krimin, por sigurisht që këtu në mbylljet e emisionit duhet të themi që e para dhimbjen zoj për të kthyer në jetë askush nuk e ka më. Por aman për të zbutur dhimbjen dhe për të patur dinjitet ju dhe të gjithë ato zonja si ju, fëmijët e tyre aty ku janë, në mbështetjen e tyre jo vetëm thjesht
por të përfshihen në organizatën e policisë, të jepet mundësia për ta bërë atë karrierë. Unë do dëshiroj dhe do të kem mundësi, besoj, në një emision tjetër, që do të kem fëmijët e tyre këtu. Si ndjen ata, si duhet vazhdojë ëndra e babait, se si ata mund ta linë amanetin e babait tyre për ta kthyer në punë, në profesione të tjera. Por unë jam dhe kujtoj edhe një moment kur një ish drejtor policie, Gledis Naro, bëri një libër dhe momentin e shpërndarjes të librit tha që të ardhurat nga libri do t'i çoj dhe do t'i dedikoj punojës dhe të vrarën e tyre. Sigurisht është një simbolike, se nuk zgjidh gjë libri, të ardhurat nga libri. Fatjon, po më lejove vetëm 20 sekonda, jemi në vitin 2026. Të gjitha pagat dhe rrogat në sistemin shqiptar janë indeksuar. Për shkak të rritjes çmimeve galopante. Dini ju që si mjet është aplikuar nga qeveria rroga bazë 50.000 lekë të reja? Rroga bazë. Polici i shtetit roli bazë e merr 5.000 lekë mbi rrogën bazë. 55.000. Për hatër tënd në një që është me grad. Se të korrigjoj. Me një enar, paga e polisit, paga më ulët është 70.000 lekë për grad. Po, s'është si 70.000 lekë. 70.000 lekë, 700.000. Për policin e rolit bazë. Po, Jo, është e vogël, pa flasë si kanë në Unë jam duke të thanë, unë dëgjoj, shiko, unë e di sa është. Rroga. Derim sot, unë flas për sot. Po diskutojmë sot në datën 23 janar. Polici i rolit bazë merr 55.000 lekë ose 59.000 lekë sipas vjetërsisë. Sepse po në mënyrë kategorike në Shqipëri, zotëri, sepse në vendet e rajonit nuk ka akoma policë, sot nuk gjen as Maqedonia, as Malëzia, as Kosovë, pa 1.000 euro. Edhe problemet që ngrini patjetër janë shumë. Po nëse nuk e trajtojmë, e sa punojës policie që na dëgjojnë dhe ka nevojë që t'i mbështesin dhe ne të jemi me ata. Po s'duhet të ketë para rrogë në 1.000 euro të rolit bazë. Patjetër. Po ne po sa trajtojmë polici kur janë në punë me dinjitet, edhe kur të vdesi do i kthejmë shpinën. Unë do të vetëm i E mbyllim lutem se i kemi kaluar të gjitha limitet. E fundit po sa më shkurt. Raporti, se me që ta plotësoj, raporti i pagës së punojësit nivelit zbatues, pagës më të ulët me pagën më të lartë, dhe për gradë flasim, është 1 me 2.57. Kurse raporti i pagës bruto të një punojësi policisë me pagën bruto të një punojësit më të lartë është 1 me 3.5. Pra është një diferencial zakonisht. Po si politike gabuar, pra zotëri. Kjo është Atëherë erdhëm në fund të emisionit Alo Policia. Sot patëm një panel profesionistësh të cilët trajtuam një temë shumë sensitive për familjet e punojësve të rënë detyrë, për dëshmorët e policisë shtetit, se si ato gjenden, sa ato mbështeten, si ata kompensohen dhe çfarë do të bëhet me të gjitha ata familjet e punojësve të policisë të trajtohen me një ligj të unifikuar, sepse gjaku vlen njësoj, dinjiteti vlen njësoj, ne nuk ja kthejmë dot të afërmit dhe të dashurit e tyre, por të paktën t'i kthejmë dinjitetin dhe trajtimin financiar. Faleminderit zoti Karaj që ishit sot. Faleminderit ju për kënaqësi. Faleminderit Esma. Faleminderit për hapësirën që na ndjes për dhimbjen që ju kthyem dhe ju prekëm. Faleminderit Shemsi. Faleminderit Fishta. Ishte një kënaqësi që së bashku trajtuam për 60 minuta një temë me interes publik, kryesisht për atë organizatë policisë dhe për gjithë ato që ndër vite i kanë dhënë rinin, sikur se tha Shemsiu, dhe ata ju dhanë apo na dhanë karrierën dhe jetën. Faleminderit. Miru dëgjofshim në emisionin e radhës. Natën e mirë. Qyteti heshte nata zbret, alo policia thret kur frika flet. Ajo
Ajo del pa zhurm, pa jetë të qet, me uniform mbi shpin betim që spret. Në sy ka forcë, në zemër ka mal, mes ligjit dhe jetës e cën përbal. Ku shtëpia flet, e drita shkon, alo policia ruan rendin ton. Me uniform në zemrës në trup, alo policia zëri që s'pushon sot. Grua në shpirt, polisë në rrug, një dritë që s'fiket në rësir të plot. Me uniform në zemrës në trup, alo policia zëri që s'pushon sot. Në forcë që jeton, me zemër në mbron, dhe në çdo errësirë ajo sfitohet. Në patrull kufi në çdo stacion, alo policia të bën shkon. Në çdo paragjykim, heshtje dhe vështrim, historia e saj flet pa dyshim. Nga Shqipëria në mision e larg, alo policia dignitetin larg. Si flamur në bal, jo për pushtet, merr duar trokitje të vërtet. Me uniform në zemrës në trup, alo policia zëri që s'pushon sot. Grua në shpirt, polisë në rrug, një dritë që s'fiket në errësirë të plot. Me uniform në zemrës në trup, alo policia zëri që s'pushon sot.